Dashur shikues, mirë se erdhët në Original Show. Përballë kam një kampion, vërtet kampion. Keni me marrë vesh se për një është kampion, nuk është për këtyre kampionëve hajgare që marrin certifikata kështu nëpër trafika, po është për një kampion. Përballë kam Anton Cenën, judist. Zbesoj që ka në kush që s'ka një për to. Për ndryshe është edhe instruktor i shkallësive fizike në policinë e Kosovës, në Akademinë e Policisë në Vushtrri. Zotri Anton, faleminderit që e ke zgjedhur Original Show, më ardhmë nderu edhe më bëni mohabet kështu për çifi. Të lirë, faleminderit për jush për ftesë. Do diskutojmë për gjëra të ndryshme. Instruktor në Akademinë e Policisë, çka ka në atë akademi, çka prodhon, çka del për asaj akademie? Për fal asaj akademie sot e kemi sigurinë pothuajse më të mirë në Evropë. Do thotë një huaja, një mikeshe imja e cila ka ardhur në territorin e Kosovës tu, ka qëndruar 3 javë, më ka thënë e kam shëtit Evropën rreth e përqark, mos të them edhe botën, po në asnjë vend s'jam ndjehem më i sigurt se në Kosovë. Ka thënë normalisht Kosovë del natën, ditën 24 orë, 365 ditë e ke në vit, do thotë pa asnjë çik frikë edhe pse jam inxhinistë femërore për arsye se ajo femër ishte. Ka thënë kam lëviz në për territorin e Kosovës pas një çik frike. Ka thënë ju përgëzoj në rend por ty e pastaj ty në veçanti në përgjithësinë e policinë e Kosovës në përgjithësi për këtë siguri që ka Kosova sot. Për cilit vendës është sekret? Është mikja që me bë krahasimin? Po, është mikesha imja spanjolle, po. Do thotë siguri më e madhe në Kosovë se në Spanjë? Se në Spanjë. Ka thënë në Spanjë kam frikë natën mbas orës 22 me shëtit nëpër Spanjë, ndërsa në Kosovë në fillim kam pas me dyshe, kam pas një çik frikë, por më vonë kam pa që ajo frikë ka qenë e parësyeshëm edhe më pastaj jam liru edhe kam dal praktikisht kam dal, ka thënë taksin se kam përdor fare. Se ka banuar në Prishtinë, taksin se kam përdor fare natën kam shku, do thot nga lokalet ka shku drejt në banesën e saj, ku ka pas tuazuar. Edhe kujt pja atribon meritat? Po policisë Kosovës. Kujt tjetër? Normalisht me herët e kem pas policinë e Umikut, por nuk e kem pas sigurinë që kemi sot. Ndërsa sot e kemi sigurinë 100%, do thot e kemi pothuajse më të mirën nga dishullinë lirë kështu fare pa konkurrencë jemi. Sigurisht e policia nuk del veç hajt qashtu, po dikush po e mëson ato. Një prej tyne, ose po mos më thonë, një shtyllë shumë e fuqishme jeni edhe ju. Pa modesti, tash, larg modestin, s'kem nevojë më tregu modest, por diçka që është fakt. Çka po i mëson ata, qysh po i edukon këta policë që me qenë kaq shkath, kaq të mirë, edhe me na ofru një siguri kaq të mirë, sikur që e ka dëshmuar edhe mikja prej Spanjë, jo që po e themi na, se na jemi të vendit, kuptohet? Po këtë siguri e vërejnë ata që vinë, ndoshta turist, ma shumë se sa na që jemi këtu. Se bojnë krahasimin me vendin për nga vita, po. Po. Tash, në lidhje me siguri, dëshiroj me thënë një gjë tjetër, një shoqe imja slovake, e ka pas një vetur shtrenjtë, ka thënë, po kam frikë marrë territorin e Kosovës, a ma mirë marrë me aeroplan, me shëtit me taksi, apo marrë me veturin time, po kam frikë që do ma vjedhin. Unë kam thënë, kur të vjen ti në Kosovë, do të sheh vetura dhe më të shtrenjta dhe më të mira se vetura jote. Kështu që bëhe sigurt edhe eja lirisht, po që se ndodh diçka, unë po të garantoj që do ta paguaj veturën unë. Nëse ndodh vjedhet vetura, unë do ta paguaj veturën. Ka ardhur ka qëndru 2 javë në Kosovë, është kthy prej Kosovë kur ka shkuar në Slovaki, më ka thënë, me të vërtet më kanë dalë fjalët e tuaja se kur e marr në Kosovë, kur kam pa një morri veturash, më ka duke imja që është vetura më pak vlerë në territorin e Kosovës. Është befasu me vetura që i kanë qytetarët e Republikës Kosovës. E din ka pe krijojnë këtë bindje që në Kosovë vjedhet, rëmbehet, ka pasiguri, ka po e krijojnë këta turist jashtë, këtë pasiguri. A mos ki informatë se... Nuk keni ide ju për sa? Nuk keni ide? Nuk keni. Unë kam po më takon me e folë, kështu që po du me të pytë. Jo, ati ide që e keni ju është e gabuar. Arsyeja është për arsye se Kosova ndek nuk ka sigurim. Sigurim do thot, nëse unë e kam veturën e kam pas tabela belge 5 vite, edhe unë e kam pas kartonin e gjelbër të kam pas lirë në krejt teritorin e gadishullit i lirik, edhe në Evropë, pos Kosovës.
do thot kartoni gjelbërt, i cili pranon cili do shtet Bashkisë Evropiane nuk vlen vetëm Kosovë. Do thot vetëm Kosovë ka X. Nuk mbulohet. Për arsye se nuk e kanë lidh marrëveshjen kompanitë e sigurimit, nuk e kanë lidh marrëveshjen me pas kartonin gjelbërt. Thotë Kosova është i vetmi shtet nga dyshullin lirik që s'ka karton gjelbërt. Shqipëria ka kartonin gjelbërt, Serbia ka, Malizia ka, Maqedonia, gjithë e kanë, pos ne se kemi. Për atë arsye, kur të vjen vetura në territorin e Kosovës, do thotë unë kam veturën kasko, një prej veturave në territorin e Kosovës e kam kasko siguruar. Mirë, po ajo kasko në territorin e Kosovës nuk e vlen. Për atë arsye ishte frika saj. E kom parasysh jo domosdoshmë për veturën, po përgjithësi për sigurinë, sikur ajo mikëtet spanjolle për shembull. E kom fjalën ka vjen kjo pasiguri për turistët jashtë që dojnë marrë në Kosovë edhe kanë pak këtë farë frike. A është diçka propagandë e rreme që sillet për turistë jashtë? Sepse kur po vinë po bindet që s'është ashtu. Jo, po pak është lëbu për Kosovën. Deri me tani është lëbu pak për Kosovën. I kemë fajet vetë. Po, normalisht. Si shkort me hero. Normalisht fajet janë tek ne, mirë po pak është lëbu për Kosovën, mirë po tani nuk ka nevojë edhe për as lëbim, sepse çdo i huaj që vjen në territorin e Kosovës, kalon përmes territorit të Kosovës, ik jashtë Kosovës, ajo është lëbimi më i mirë që na bëhet neve, sepse nëse unë shkoj jashtë Kosovës dhe lëboj për Kosovën, ata do thonë normalisht lëbimi nuk është i arsyeshëm për arsye se ky është kosovar, është shqiptar i Kosovës edhe e lavdron vendin e vet, ndërsa kur tuaj qarkullojnë përmes territorit të Kosovës, dalin jashtë territorit të Kosovës, pastaj kur shkojnë vendet e tyre, kur ata thonë që territori e Kosovës ka siguri, të gjithë besojnë që ka siguri për arsye se ai nuk është kosovar apo shtetas i Kosovës. Çka do shqiptar i Kosovës? E thash që je instruktor në Akademinë e Policisë, çka do që ti mendon që është e lejueshme, më thon për publikun, mundesh me thon. Çka do që është sekrete? Të gjitha janë lejuara për publikun. Jo s'kem asgjë fshet në për publikun. Po, e qartë, po flas te gjonat pak më të thella që janë, po sido që të jetë. Çka janë për shembull, cilat janë ja 2, 3, 5 këshillat bazë që ja u jep policisë kur ata veç janë të gatshëm të dalë me shërby. A din ja 2, 3 qoftë në aspektin e sjelljes, qoftë se për këto përgatitje fizike e kam parasysh ato kryen, po kur s'është përgjegjësi shumë e madhe, po besoj për një policë që del në shërbim për akademisë, se ai policë madje është edhe pasyre akademisë, edhe pasyre jotja, edhe shtetit, edhe vetvetes, edhe uniformës që mban, një 2-3 këshilla bazë që ja u jep. Ti personalisht. Sa të arrin kadet në akademi, gjë e parë që them unë është që ata me largu kokën që kanë pas më herët, e profesionit ku kanë punu më herët, apo ku kanë vepru cilin do profesion që kanë punu apo vepru, unë ju thëmë me largu kokën dhe me vendos kokën e policit. Edhe që nga sot, me nënshkrimin e kontratës me policinë e Kosovës, ju duhet sjellin e deri në pension si polic. Për arsye se, në rend parë ju jeni ambasador të familjes, pastaj të institucionit, pastaj shtetit Kosovës. Edhe kudo që të shkoni, ju duhet me vepru si polic. Do të thotë çdo hapi juaj i jetës deri në pension apo deri largim nga policia e Kosovës, ju duhet veproni si polic. Edhe mundoni që çdo herë të jeni ambasadori më i mirë që ka Kosova apo institucioni i policisë Kosovës. Normalisht unë veproj në atë mënyrë, kudo që shkoj dëshirojmë të përfaqësoj policinë e Kosovës në mënyrën më të mirë ose më të arsyeshëm që ekziston, për arsye se dëshirojmë të tregojmë të tjerëve që ne me të vërtetë kemi merituar shtetin të cilin e kemi sot. Do të me punë, e kemi merituar shtetin. Në këshill tjetër? Jo, këshilla vetëm, edhe kur del detyrë, du të me qenë etik. Do thot peke putës veten kapelit du me qenë etik. Anton, kom marrë pak një informacion që pankohen policën ty në akademi? Çka jetu ju bo? Jetu i mundu se shumë. Kom marrë vesh që je... Pak rigoraz, pa. Rigoraz, mos thamë me ashër, ti ki detyrat e tua, po kom marrë vesh që pak jetu i mundu. A ki në moment interesant që tu kanë anku? Problemi tëre është që ata vinë nga civilia, do thënë nga një jetë e shthurur, në një jetë ku ka rend rregull dhe disiplinë. Edhe ata pastaj e kanë shumë vështirë me u përshtat atij rrethi ku kyqen, e me kyqen e tyre në atë rrethin e disiplinës, ata fillojnë edhe me u anku. Zakonisht dhe një ditë zbrita unë nga autobusi në akademi, ika në punë, hyra në zyre, fillova ditën. Pastaj një pastrues i akademisë erdhi aty në zyre dhe tha, fal kampion, dëshiroj me thënë diçka, e s'po mundem me thënë, e s'po mundem pa thënë. I thash ka ashtu, tha, është keq për ty. Thash fal, tha s'po ndiej mirë, thash shprehu lirisht, tha, me thënë të drejtën, unë kam qenë duke pastru oborrin e akademisë
kur ke zbrit për autobusi, 2 paralele me kadet kanë qenë në poligon të ngasjes për me ike në poligonin e gjujtjes, tha kur kanë pa që ki zbrit për autobusin, thanë, o, zoti madh, Anton Cena ndes pas ka vdek. Do thot, ata nga mundimet e tepër ta që i kanë akademi, her pas here pulusin që vdesune. Se besoj që kanë thonë me zemër, kanë thonë pak kështu si... Dështë ta kanë thonë për humor, ja, për humor, se besoj, se një kuadrës që një ju dhe sa kini dhonë për akademin, aj që e ka mendu me zemër, ato inshallah s'del policë në shërbim. Se s'na duhet një tillë kur e dëshiron që ato, se besoj që u ka. Jo, unë e po mendoj që ata në fillim me të vërtet një qik ka një farë urrejtje të madhe ndaj meje, për arsye se unë kërkoj rend, rregull dhe disiplinë, mirë po me vonë me përfundimin e akademisë, pastaj kudo që më takojnë rrugës, se sa takoj me ta, i ndalin veturat, apo unë jam i detyruar me ndal veture, me dal jashtë, me përshëndet me ta, me përqafu me ta, me bë foto me ta, me postu fotot me ta, sepse janë jashtëzakonisht lumtur me pas se e shohin që jo vetëm unë, po çdo instruktor që punon me ta në akademi, ne mundohem që të gjithë me jap maksimumin e mundur, tash kush sa mundet mbas aftësive ti, mirë po ne mundohem të japim çdo herë maksimumin e mundur, edhe në fund pastaj të gjithë instruktorët janë të mirë për ta, për arsye se vren që ne me të vërtetë kemi punuar për ta. E për këta policë që raportohet, dyshohet, që dalin pe kontrolës, hynë ku s'do të me hynë, që apo di une? Ne kemi institucionet, i kemi inspektoratin e standardet. Sigurisht, e kom fjallin me sigurin di e shkes se tu s'peqojnë vend as këshillat, as mësimet që jau kënje dhonë, as amanetin e uniformës, as shtetit, as personalin, as familjarën, as kur gjë, me siguri. Po, ka disa prej tyre që devijojnë, të thot nga ligji, që janë shumë pak. Po, jo, ata janë minimum krahasë me shtetet tjera, ne jemi minimum edhe mund të them që jemi më të mirë nga dishullin e lirik. Por në përgjithësi linjat që është një shtesi instruktori tyre për shembull. Përgjithësi, unë po mendoj, normalisht unë personalisht ndjehem jashtëzakonisht keq, unë ditën e parë ju tham atyre, që nga sot jeni ju antar të familjes policore. Çdo veprim apo çdo sjellje juaj është sjellje e mirë, është sjellje e hishme edhe e mirë edhe për mua edhe për ne si shërbim policor apo si policia e Kosovës. Mirë po, çdo sjellje e keqe juaj është një pasqyrë e keqe edhe për policinë e Kosovës, edhe për institucionin e policisë së Kosovës, po edhe për shtetin e policisë së Kosovës. Kështu që fatmirësisht edhe jam jashtëzakonisht i lumtur që ata janë në numër të vogël edhe po pastrohen. A të kanë dënuar ndonjëherë? Policia e Kosovës, mund të them të drejtën që unë kam çdo herë një princip, kur vin gjenerata, ju tham, sa herë të më gjeni gabim, sa herë të më takoni, me më ndalu, me më kontrollu krejt çfarë dëshironi, si mekanikën e veturës jashtë me sinjalizimin e tjera, apo pajisjet, apo çfarë do të qoftë. Çfarë do që gjeni gabim, krejt patrulla e keni drejkën nga unë. Ti je disciplinun. A je disciplinun edhe kështu në përgjithësi po flas në shenjat e komunikacionit e këto? 100% në vi. Unë sa për këtë asoj jam jashtëzakonisht në vi, vetëm ja gjë që e kam problem kur dal jashtë Kosovës është specia, për arsye se unë zakonisht premte shtunë ndjelen ikun gara, e garat zakonisht përfundojnë dielën përfundojnë ora 16, 17 apo 18, e unë të hanën ora 8 duhet jem punë. Kështu që lëvizim me një shpejtësi por gjithmonë të arsyeshëm. Për shembull, më kanë dalë në Slovaki, ka qenë kufizimi i shpejtësisë 50, unë kam qenë 70. Më ka thënë falë të 30 që keni të kaluar shpejtësinë, kam thënë po i vetëdijshëm. Jo, më dinë që duhet të paguën ndeshkimin, kam thënë patjetër që jam i vetëdijshëm. Jo, më thënë më një herë mundeni me shënu, e ka shënu ndeshkimin, e kam fotografuar, ja kam dërgu bashorte se ka pagu internet banking, 3 minuta kam prit, sim card konfirmimi i pagesës, ja kam tregu policit, e kam marrë patën shoferin edhe kam ikë. Nuk ka diskutim aty, edhe më thënë të drejtën, edhe para ca dite ju thash policëve që kur më dalojnë mu shpejtësi, që shtu jashtë Kosovë, kur më dalojnë shpejtësi, unë e turprohem. Ju thash që unë e turprohem, personalisht unë turprohem. E di që jo 50 në orë, unë duhet të shkoj 50 pa tjetër. Po, i thamë, unë e më falë të Tripolis, nuk kam shku, sepse kam dëshirë me shku, për unë në nesra duhet jem punë, për ndryshë jam kolegi juji, unë e kam kryu sot garën Poleni në ora 16, nesra në ora 18, në ora 8:00 duhet me qeni, kam 12 orë, 13 orë, po 14 orë rrugë. Edhe unë s'kam tjetër rrugë dalë, vish me dalë nga vetja. Shtu që ko 50, shko 70, ko 70, shko 90, ko 90, shko 110, apo 80, apo sa do qoftë, po me gjithat
deri me tani i kom pagu në Bosnë një, në Malzi një dhe në Slovaki një. Do thot që 25 vite vetëm 3 ndëshkimi kom shpejtësi. Thjesht Në dy tjerat jam vi, shtu te kalimi e këto jam krejt arsyeshëm. Thjesht do të qenë shembull, vërtet shembull, se nuk është e thjeshtë dhe nuk është e ditë kur shkon para policisë, kadetëve që janë, edhe ligjëron për rregullat e për këtë ato, kur vetë jaj që i shkel. Për shembull, atë shumë mirë që do më qenë disiplinun vetë. Në ato jam horror unë, në ato jam horror. Për atë arsye dhe ju them unë, sa herë të më takoni, mundeni me më dalë, çfarë do që gjeni gabim, krejt patrulla keni drekën nga unë. Nëse më gjeni çfarë do qoftë gabim. Dokumentacioni apo pajisjet apo vetura apo çfarë do qoftë. Jam krejt vi çdo herë. Aty edhe në general edhe në jetë jam i tillë, kupton? Çdo herë jam vi, do të thotë asgjë jashtë ligjit, do të 365 ditë krejt në vi, ligj. Edhe për atë arsye kërkoj nga ata, se jam vet i tillë. Policinë e Kosovës me atë sa e nje, sigurisht e nje me në koqa mirë, me cilën polici e krahasu? Po, me thënë të drejtën... Për rajon s'po të flasë. Mos t'isht, për rajon s'po duas me diskutu. S'ka diskutim fare. Se e di edhe me pak që i qyshjem, po du me një pëjtje, të regom dikon largë. Unë mund të them që ne krahaso me shumë polici të shteteve të Evropës, për arsye se mu më kanë dalu polici, karabinjarë më kanë dalu, Italian, po. Po unë kam qenë me kamion, kam qenë diçka, nuk ka punu diçka sinjalistika, s'kam ide, edhe kam thënë ma shkruj dënimin, ka thënë, a ka mundësi u kështu, edhe më thënë, jo s'ka mundësi asgjë, ata kam mendu që unë do lek, unë kam thënë falë, s'ka mundësi, po karabinjerë në Itali, në Rom kam thënë, jam falë, unë e s'diskutoj me policë fare, mundesh me shkru me njëherë, ma kanë shkru 150, e kom pagu me njëherë dhe s'kom diskutu me ta fare. Por unë të korruptua? Po patjetër, jo. Ata jo me korruptu mu, po me marrë mito. E unë s'kom pranu me marrë mito fare, unë kom thënë, falë, unë ma shkruj dënimin me njëherë. Më kanë dalu në Bosnë njëjtë, më kanë dalu në Bosnë, kur ka folë me mu, kom thënë, falë, me s'diskuton këtë drejtim. Me njëherë ma shkruj dënimin. Edhe ka shkruj dënimin, e kom shku, jom këthy 20 kilometra, jom shku në postë, jom pagu, jom këthy, e kom marrë pa të shoferin, kom ikë për Kosovë. Edhe s'kom diskutu me të fare në drejtim. Edhe nuk dëshoj me diskutu, edhe është turp me bëni gjë të tillë. Normalisht i kom thënë, unë kur e kom kry, kom thënë, unë jam polic, me falë, unë jam polic, i kom thënë kur e kom bë pagesën, e jom kthy me marrë pa të shoferin, i kom thënë falë, unë jam polic. Është turp një gjë të tillë që e keni bëju, turp. Jani e thash falë, mos diskutoni. Jeni polic, nëse dëshironi me kërku, limosh, mundeni me dalë në rrugë, unë do t'ju dhë limosh. Unë do t'ju dhë lek mosh, po unë nuk dëshiroj me dhën lek kur ju jeni në detyrë do të më shkruaj mosën dëshkuese. Do thotë edhe me Malazezin njëjtë edhe me policinë e Bosnjës njëjtë, s'kam diskutuar fare. Edhe italianit i kam thënë njëjtë. Kjo është personale jotja, që të ka ndodhur ty, po flas për policinë përgjithësi. Me cilat polici... Unë e thash, me shumë shtetet e Evropës mund më krahasu lirisht. Për te Evropës? Patjetër, jo, po mendoj Evropës perëndimore, jo lindore. Se Evropa lindore në Harar, për Evropën perëndimore. Për te Evropës? Për te Evropës, jo. Sa për këtë, se për te Evropës, do të thotë Bashkia Evropiane ka policinë normalisht në vije ka, normalisht, në vije ka. Po, ne jemi në qatë nivel, se unë sarë diskutoj me policë që kanë qenë, policë të huaj që kanë qenë teritorin e Kosovës, shumë prej tyre kanë ardhë, janë këthy mas shumë vitesh, që për shembull një miki imi irlandes, policë që kanë qenë në Irlandë, ka ardhur unë vjet, ka qendruar te unë 3 ditë, tha unë në rend parë nuk po mundem me besu çka keni bëju me të arriturat përgjithësinë general, po në rend dytë më me besu sa policinë sa të mirë e keni kriju. Sa i ka qenë celulat, në 99 ka qenë celulat e para të krijimit të policisë Kosovës. E tha tani keni një polici jashtëzakonisht në vijë, prej aeroportit, prej hyrjes edhe deri në aeroport ta në vijë. Edhe rrugës ka qarkullu me kemi qarkullu në territorin e Kosovës, e ka po patrulla shumë të arsyeshme krejt territorin e Kosovës, do thotë edhe ndalje krejt në respektim, pastaj pranimi në aeroport, largimi nga aeroporti, ka thënë për çdo lavdat. Policë irlandes. Shkollën e kujt e kemi, modelin e kujt e kemi. Kush na ka trajnuar policinë e Kosovës? Tu kanë qenë instruktor nga gjithë bota. Kanë gjithë bota, nga gjithë bota kanë qenë. Drejtori ka qenë amerikan, drejtori i shkollës policisë të Veneti ka qenë amerikan, po nga gjithë bota kanë. Ne kemi pranuar nga të gjithë, po megjithatë ne jemi për çdo lavdat, shumë për çdo lavdat. Ne do thotë me gadishullin Ilirik, po e marr Shqipëri, Malzi, Serbi, Maqedoni, Bullgari, këto s'po flas, jemi shumë nivel, shumë. Për arsye se policia e Kosovës i ka dy principe, ndalon ta shqipton mos ndeshkuese ose të fal. Ndërsa polici gadishullit Ilirik pjesë tjera, do thotë shteteve tjera, qëllimi i tyre nuk është mos ndeshkuese, po mos ndeshkuese si peng me ta marr lekun.
që nuk po më pëlqen fare, do thotë që në Kosovë policia të ndeshkon. Jo, nuk ekziston ajo. Dy vike ose ndeshkon. Ndeshkon për disiplinë, me disiplinë. Mos venin e rripit sigurisë, ose të deshkon ose të fal. Po nuk ta merr lekun. Këtu dërson pjesë të tjera, peng e ka mos venin e rripit sigurisë, e ka si peng me ta marr lekun. Po e më ta shqiptu mos e ndeshkuese. Si çdo herë komunikon me te, e kërkon lekun. Nuk e ka mos e ndeshkuese. Kur të dalon Gjermani, po, ai nuk flet me ty. Ai shkon te vetura, e shkruan edhe thot urdhëro në shkruaj edhe lidhje. Ndërsa këta komunikojnë, kërkojnë bashkëpunim, se s'mundem me thënë drejt për së drejti lekun. Çka kishte ndryshu te policia e Kosovës sot? Ose çka i mungon policisë të Kosovës aktualisht sot? Aq sa një. Unë po mendoj që nuk kisha ndryshu diçka në përgjithësi për arsye se policia e Kosovës veç ndryshim e sipër, me herët ne kemi konkuru për moshës 18 vjeçare deri moshën 54 vjeçare, do thotë dem 55 ose pa mbush 55. Kanë hyrë profesioneve të ndryshme në hyjën kyç policinë e Kosovës për fillim po flas 99-ën. Ndërsa tani e kemi kufizuar, e kemi 18-29, do thotë tash e kemi rifresku policinë e Kosovës edhe gradualisht në gjenerata si e imja e të tjerët, gradualisht për një vjet, 2-3 do dalin pensionon, do ta kemi policinë me 3 nga Dishullin Ilirik edhe me 3 edhe jo vetëm dukje, po edhe në përgatitjen fizike do të kemi me 3. Për arsye se me parë kanë shku 55 vjeçari ka në policisë. Edhe sa vjet den pension? Unë nëse nuk vdes 2 vjet e gjys. Di ku kam hallin. Kurda? A e ke marru një si vetën me lomas? Jona shumë atë mirë, po më duke. Po, shumë. E kemi nivel njësinë, e kemi shumë nivel, shumë përgatitur. Të kjo njësia që shërben... Njësia shkacive operative politik, kemi shumë nivel, po. Do të thotë kemi trajnu gjeneratat e reja, po edhe do të thotë kemi mbikëqyr dire me tani, më them që po e lojmë lirisht në durë sigurta. Do të thotë nuk janë që të gjithë rigoros si unë, sepse unë jam pak i tepërt, me atë rigorozitetin tim, po përgjithësi janë për çdo lavdat. Ky rigorozitet i jut i tepërt që po e thu, ko për të keq. S'është për të keq. Thjesht i don me i pa më mirë se sa që ata dojnë, se nështë ata s'din as me dorë fort për veti, sa don ti për ta, për kadeteri. Kështu që, pe kuptoj që pse po e thu, po, domthon pas kemi njerëz edhe tjerë. Se pensionimin s'mujna me nalë, ose lartë qoftë vdekjen, ajo është e natyrshme. Po, do më thonë, kemi edhe tjerë që e trashëgojnë. Kemi jashtëzakonisht instruktor të mirë, jashtëzakonisht. Edhe dita ditës do thotë, po përgatiten, po vinë nivel me të lartë se që ishin me herët normalisht. Edhe unë, diçka, çfarë kisha pas dëshirë me thënë, është që tash po e punojnë me vullnet e dashuri, po e punojnë punën. Sepse për para, janë shku në polici me ikë gjerave, për shembull unë i kom shku në polici me ikë shërbimit të shtarak. Tani po shkojnë me shërby. Ta shkurdo që vjen me shërby. Ka shumë 3 që më thonë mu personalisht, kisha shku me punu edhe pa lek, vish me hynë në policinë e Kosovës. Shumë, aty numër shumë. Ka vullnet. Pa tjetër ka, sepse kanë konkuru, çdo herë dikush ka pas nga një pengesë, dikush ka ronë test fizik, dikush ka ronë test me shkrim, po shumë prej tyre thonë, ta kisha pas atë mundësi me punu, do punoj edhe pa lek fare. Do punoj pa para. Shumë prej tyre, po. Ti nuk jetë pjesa e pranimit, a? Jo. Jo, ne vishë teste fizike. Po është njësia e përzgjedhjes kandidatëve për policinë e Kosovës, e pjesën e seleksionimit për teste fizike kemi ne. Zakonisht njësia jonë merr pjesë në ato teste. Po nuk janë vetëm teste fizike, po janë edhe shumë teste tjera. Për shembull dikush ka rënë, për shembull ish nxënësi imi një gjudist, ka rënë te mjeku i syve. Nuk ka mujtë me bëj dallimin e ngjyrave, daltonist. Ka mujtë me bëj dallimin e ngjyrave, është largu o ikë në Gjermani. Ta tisha pranun të Kosovë, ta tisha pranun, kisha punu në policinë në Kosovës pa lek. Do të thotë ashtë shumë e donë uniformen edhe ashtë shumë dëshiron me shërby policisë Kosovës. A pyes direkt diçka. Aja u kalon ai kujt testet fizike më të njofshëm ajo? Unë po tregoj që jo, dëshoj me thënë, lirisht dëshoj me thënë. Ato teste fizike normat janë të arsyeshme për arsye se janë gjenerata e re. Përpara është dashur me ndihmu atyre që kanë konkuru pe moshës 18-55. Atyre është dashur me ndihmu sepse ka qenë mosha në pyetje. Tani nuk ka nevojë me ndihmu, se janë krejt 3, normat janë normalisht nuk janë as të larta. Do të thotë teste fizike nuk janë as normat e larta. Nëse s'gaboj dikon
30 medalje apo plus minus, nëse s'ka plus bëj minus jakësia 30 policisë të Kosovës në gara të ndryshme. Ndërkombëtare që ke përfaqësu policinë. Policinë e Do Kosovës. si gjydis, apo? Edhe policinë e Kosovës dhe shtetin e Kosovës, sepse unë Absolutisht, kuptova. Jo, kam marrë pjesë edhe në gara kampionate evropiane dhe botërore si civil, mesin e civilve, në mesin e tyre ka pasur policë. Po kam marrë pjesë në kampionate evropiane botërore që janë për policë, zjarfix, korrektuese, doganier. Do thot institucionet në ato s'kan drejt me marrë civilt. Në gara evropiane botërore për veteranë kanë drejt me marrë krejt civilt, po dhe krejt institucionet nëse ka gjudistat mirë. Do thot në dy kam marrë pjesë, do thot jam kampion Evropë, po mendoj 8 herë jam kampion Evropë për civil, një 12 herë jam për polici, pastaj jam 7 herë kampion Evropë për polici, 4 herë kampion Evropë për civil, kështu. Do thot gjitha garat evropiane dhe botërore. Ka dalë sovjetik jo vëlla. A ti që e të fut sa medalje sa... Çdo vit e mbojnë 4 kampionate. Më falë, ty apo të shkojnë vjetë kështu kontra, tu rinu, apo ka... Po, është problemi që me ushtrime po i kthej. Me ushtrime po i kthej. Është problem çdo vit e mbojnë 2 kampionate. Kampionate mbojnë për veteranë dhe për polici. Do të çdo vit. Kur po thu për veteran, në çfarë kuptimi veteran? 30 vjet e sipër. Civil. Civil, po. Edhe 30 vjet e sipër policë. Po jo 4 institucione, tash e kanë vendosur edhe 5 në ushtrinë. Kanë marrë pjesë, po, policia, zjarfik, korrektues, doganier, tash edhe ushtrinë kanë vendosur. Jo kanë leju edhe ushtrisë, do thotë s'ka sportistë që janë shërbimin në për institucione ushtarake kanë drejt me marrë pjesë në garat e policisë. Na kanë forcu pak, na kanë bërë më sfidu më shumë. Do thotë ti mundesh edhe në gara ushtarake me përfaqësua? Ata te ne, jo ne te ta. Ushtria kanë drejt me marrë pjesë në gara policore, e ne s'kem të drejt në gara ushtarake. Po të po? Ata kanë të drejt me marrë pjesë te ne. Do ti s'mundesh me shku? Jo, ne s'mundesh. Do thotë, ne jemi policë, doganier, zjarfix dhe korrektues, e tash edhe ushtria. Jo kanë leju edhe atyre me marrë pjesë, nëse duan. Atëherë, në ushtria jetu shërbiju vëlla në këtë drejtim. A jetu të e marru një gjudist mirë për me fitu në gara? Jo, këta gjudistat tonë që janë, për shembull janë krejt pranë ushtrisë. Për shembull gjudistat e PS krejt kanë drejt me marrë pjesë, krejt do thotë kombëtarja e Kosovës kanë drejt me marrë në gara policore të ushtrisë, sepse ata janë pjesëtar FSK-s. Po e kuptova. Do thotë kombëtarja e Kosovës e kanë kontratën, janë instruktor në FSK, edhe ata janë krejt pjesëtar FSK-s, ata kanë drejt me marrë. Sikur se ti që jenë polici. Qartë, si që unë. Po shumë mirë, domethënë pas atje ka gjatë fort, shumë mirë ku ka. Nivel lart botëror. Ku ka shumë mirë citata. E te këto medaljet ose te a ki ndaj diçka që do më veçu të ndaj garë për i këtyre medaljeve që i ke sjell. Po më ndaj momente pak më të veçanta, më interesante. Po momente më të veçanta. Ose ndaj kundërshtar që ke pas me biciklet. Jo. Momente të veçanta janë për shembull në Spanjë. Kam luftu luftën e parë kundër spanjollit që se ka pranu Kosovën. Dhe kam fitu spanjollin që se ka pranu Kosovën. Thotë ai s'o ndje mirë. As Garusi si Garus, po as Spanja, policia e Spanjës si polici nuk ndje mirë. Pastaj kam luftu luftën e dytë me Rusin. Ata mundesh me paramendu çfarë mendimi kanë për ne. Pastaj edhe në finale përsëri e kam ujt Rusin edhe pastaj kur është dosh më shpendo medalet, nuk kanë dosh më marr në bina medalet, do thotë nuk kanë dosh me hyp mi marrë medalet nishi, dyshi, treshi, po na kanë dhënë dorë. Shte mi shku afër, na kanë varë medalje në dorë, mi shku. Sepse s'kan dosht me turpru vetë me ulljen e flamurit. As nuk ka pas ngritje të flamujve, a? Jo, asgjë, s'kan pranu asgjë, do thotë. Puna molle, u kri puna. Kryesore, ata... Medalje në gjoks. Po, ata kanë hongër daja, kryesore, kanë bojnë mend, e kanë bojnë mend policin e Kosovës. Kanë me njoft Kosovën edhe mirë. Edhe edhe treshi, po. Ato kanë qenë rastet veçanta. Me në shtet tjetër kështu mos njës të Kosovës nuk... Jo, vish me Rusi edhe Spanjë. Tjerë nuk kom garu. Po, nuk kom garu. Dhe thot, ajo është. Më përgjithësi po të më të pyjtë, për gjudista kuptohet, po më përgjithësi për artët marciale që ka janë. Për shumë edhe karateja, nështë edhe judo, edhe boksi, edhe këto ku përdoret fuqia fizike. Këta sportistë, a llogaritën që janë ma temperament, apo janë qetë? Kështu psikikun e tyne? Qysh llogaritën, qysh ishe? Unë po mendoj që është e kundërta. Për arsye se 99% qytetarët më kanë thënë, mu personalisht, më kanë thënë të hapiten për mbi kokë. Tash para mendoj qytetarit e bën të krahasimin tim
me 1,65 m me policin amerikan që ishte 1,90 m, për shembull Gjevat Kroja. Polici shqiptar amerikan që kam punu me të 99, ai ishte 1,90 m, po më duket plus minus, e unë 1,65 m. E qytetarët ishin po I friksohem që ti polici gjatë, se që policin e vogël ja kishim hongër pitën për mbi kokë. Tash para mendoj të ish ballafaquaj me mu çfarë kishte ndodhur, unë kisha bë hamburger ata. E ai kishte frikën nga amerikani gjatë që ishte I gjatë, po ne kishte frikën nga unë që jam e unë çdo herë sa kanë filluar me u kacafyti, më thënë fal, me mua e keni lehtë sepse unë I votër. A ka mundësi me amerikanin me u kacafyt apo me u grind. Aha. Ata se dishin që ishte kundërta. Po a ke pas ndonjë rast edhe kështu një jetë përditshme që të kanë hongër në sy, që I thëmë na populli. A din si ju ke dokfar, po kur ka hy me ty, I ka dalë pak. Jo, kacafyti e grindjes s'kom pas, veç ndjekje kom pas, për shembull ka ik nxënësi e ka thirrë nxënësin me thik, edhe ka ik, pastaj kom ndjekur në prej bregu dielli deri në Matiqan, diku 8 kilometra, po problemi ka qenë që mu antiplumbi, plak antiplumbi ka shku lart poshtë, më ka pengu, edhe unë kam vendosur dorën e majt me mbajt pllakën, mos me lëviz lart poshtë. Ky nxënësi I shkollës fillore ka menduar që unë po e mbaj zemrën sepse nuk kam kondicion. E ka thonë për shtyje, diku 7 km 8-9, s'kam ide dhe të baza e këforit ku ka qenë Frances. Matiqan ka kapitulu edhe pastaj është dosh me thirr ambulantën, me ja vendos maskat edhe kemi dërguar në emergjencë. Do thotë kapitulim total, sepse ai ka menduar që unë do të falimentoj apo do të bllokohem, është blloku vetë, sepse përgatitja ime fizike është jashtëzakonisht ekstrem. E te sportistat për shembull, Anton, e kam pak një përshtypje sikur I kujtojmë përgjithësi, qoftë si popullat, qoftë si institucione, veç kur fitojnë medalje. A duhet pak një konsiderat para medaljes, se te medalja krejt tani po bëmi bashkë. Te Antoni, te Majlinda, te XY, këtë aty jemi bashkë kur të fitojmë, po a është e përkraja duhun për sportist përgjithësi për me shku dejtë e medalja? Qa ta mërmenja? Dhe gjë, në kombëtarën belge, e gjithë kombëtarja belge kanë qenë rreth një gjudisti, rreth fitores ti, e kanë do gëzimin, po e kanë do atë fitore me një gëzim pa parë. Ndërsa të ne po e shoh kur vinë për shembull ashtar distria prej Grand Prix Parisit, ashtar në Kosovë, më them që askush s'e ka prit fare. Si kishte bë kujdune kampione e Kosovës. Dhe ka qenë diçka jashtëzakonisht që nuk përshkruhet me fjalë. Në vend se me dalë qeveritarët me prit, atje kanë qenë plus minus ndoshta 40.000 shikues, po. Në palestër kur është intonu hymri I Kosovës, po edhe është ngrit flamuri I Kosovës, vjen distria, kthehet me trajnerin, dritonin, kthehen në aeroport, nuk I përshëndet askush, nuk I pret askush, nuk I përgëzon askush. Thotë, po pajtohem me këtë që thush. A bën vaki tash po du pak me zbutun. Me arsyetu. A bën vaki që jena super me shtu medalje, jena lodh. Atje këna ma shumë dysysh edhe tash, ai sartë fiton ky drejtoni medalje, na medalje me prita, po bëhat shumë, se shumë medalje. Pe tha me ironi, me ironi pe tham. Unë nuk e di një ekip. Më fal, Anton, unë pa ta marr një nismë, një iniciativë, kur fitoi distria, e pa ta marr fotografinë, se dia ka qenë si zyrtare me medalje, edhe pa ta vendos në cover të Facebooku tan. Edhe pa ta bë thirrje, hajde krejt ta vendosim në Facebook. Ide shumë e mirë. Të bëjmë një fushat. Ide shumë e mirë. Nëse s'kemi dalë atje ku po thuti, hajde qështu. Hajde ta bllokojmë Facebook me fotografinë e saj. Ide shumë. A beson që pi shoqëni saj kam dikun 3-4.000, 5.000 saj kam në Facebook, as një të vetëm nuk e kom pa që ka qitë. Veç unë e majta një avdit e hoqa, që më bo. Gjana minimale për e në tu, adin, për faqësim që nga ka bo neve, nerin që nga ka bo neve, nësim gjendje një levizje të vogët me e bo për ta. E këtu për rejë këtë farë muhabeti këtë temë, për sportista. Unë po këthem të futbolli, kër u kualifiku kombëtarja Turqis, kryetari I ka prit Erdogani. Këtë kombëtarën I ka prit, I ka përgëzu, I ka shpërbly, kthe dritoni me Malin, dritoni me distrien apo me cilin do gjudis tjetër. Cilat po, sakt. Cilin, askush se pret në aeroport. Apo cili do sportistëve, tash po flasë nashta veç për gjutën. Po më përgjithësi, po flas. Tash për gjutën sakt që I veshi. Unë fola për gjutën për arsye se kur kthehet dritoni me Malindën, me këtë distrien,
apo me Lauren, apo me Akilin, apo cilin do qoftë, kur kthehet në vend se me prit në aeroport me përgëzu, qeveritor do me prit në aeroport me përgëzu, me thënë fal, kretë palestra kanë qenë këmbë, është ngrit flamuri, po përgëzi me prit me lule në aeroport. Edhe trajnerin, edhe garuesin, çdo herë. Po jo veçjudist, po qoftë karatist, boks apo mundi apo çfarë do qoftë. Unë mendoj që jo vetëm në aeroport, po i dashur të paktën për rrethit fush Kosovës se deri në Prishtinë me qenë të djonët, publiku tu duar të kit. Për çfarë? Po pse se kemi çit ndjen Anton? Ne po e presim pritjen në aeroport minimumin, se ju po kërkoni maksimumin. Unë po them ne s'po kemi minimumin, ju po kërkoni maksimumin, ne duhet të kërkojmë minimumin. Paktën, qeveritor me kërku maksimumin për me marr minimumin. Jo, ajo minimumi çfarë është dash me prit në aeroport. E kuptoj. E pse se kemi çit ndjen Anton? Nuk e di. Ku është defekti? Ndoshta problemi është te drejton Kuka, po, se s'po kërkon fare ai. Do thotë ai vishjell me dal vishjell prej kadetëve deri në senior, i ka krejt medalet e mushme evropiane botërore. Askush unë s'po mendoj që duhet me kërku drejtoni me duar tërgit. Pa ana se kemi çan ndjena, a do drejtoni marrë edhe me na edhe shpirtin me na hallakat neve? Jo, po drejton. Do të me lëviz këtu. Po drejton Kuka kur të vinë qeveritarët, me bë fotografi me ta, me sportistët tonë, duhet me thënë fal, ana keni prit kërë me orë në aeroport, jo, faleminderit, s'ka fotografi. Sepse dikush duhet, ata nuk bën veç mu lavdru me ta, ata duhet edhe mi prit, edhe mi shpërbly, mi nderu, edhe pastaj bën edhe me bërë edhe fotografi mu lavdru me ta, edhe me punën e tyre suksesit. Hajde pak për redakcion më abetin. A kina i politikan që kështë pas shef me shtri për dyshemeje? Politikan. Po dhe si jem të vull, a jem të vull për politikan që po thu nuk pi përkrajt s'po dalë nas në aeroport. Cilin e kështë shtri për tokë, o burë? Po, unë e po mendoj që... Që shuë taj termi në për dyshemej? I pon, 10-0, i pon. I pon është 10-0. Me i pon me... Me hedhë do njeri për tyre një pon. Unë po mendoj që ministri... S'po du me shtinë siklet, po qka dush? Unë po mendoj që ministri i sportit, do ishte mirë ministri i sportit me kryetarin e shtetit edhe me kryeministrin mi përgëzdu çdo herë, mi prit në aeroport, mi përgëzdu. Do thotë mi vendos në dhomën e VIP-it, mi përgëzdu, mi prit, mi nderu, edhe mi shpërbly kështu me dhurata simbolike. Mu po mdoket, për sa thash, mu po mdoket pa i shtin një pën këta, s'do mu bo. Do ishte mirë njerë mi shtin palestër judos, e mi adhen çdo njerit nga një pën, e pastaj herën tjetër ndoshta do ishim me. Fjala është mi kthill, mi pas sa currency. Medalja. E çka kështë thonë këtyne janë interesant, Antona, ke pas kritika të Facebookut, s'po do mi qujtë shamje, këso, po janë do të trimat Facebookut, a di që në rastet caktume, nështë edhe medalje, kur s'jel, ta bojnë bajat atje të komendat, të pajtë se ke bonomen, në bëdin. A kështë pas shef mi qitë pak për balë? Ja, ka pas raste kur kanë shkru, unë ju kom thënë dhe ishte mirë marrë njëherë me mua, dhe nëse kanë thënë, po kalune për, po e mbath këpucet e mija, nuk e din çfarë kam një njetë, sa kam vuet njetë, do të me kalu, do të me mbath këpucet e mija. Disave ju kom thënë, mundën i marrë me mu me pati, të pasë si zhvillohen. Si janë garuesi, çfarë luftra do të zhvillohen, sa do të luftar, sa të përgatitet mi pa. Po, unë kur thash mi qitë për ballat ose po ta fjallët? Jo, mi marr me vetë, jo, kom thënë mi marr me vetë, me më shëqru. Jo, me më shëqru mu. Edhe me më shëqru edhe në aktivitete fizike, po. Me pa sakrificën. E tani, shkru në atje në koment, a është hajgare, a është për një me ke farpune? Anton, a ma let vjen me shti dikon, me shti për tokë, me i pën, me rdzu, apo me rdzu një mentalitet ose një defekt qështnis? Po, është një thënë që do thotë që ka piqet nuk hiqet. Tash është problem kur pjeket diçka, kur piqet diçka është problem e largu. Po shkoj thoj me i pon ma let. Po, është problem e largu kur piqet diçka. Çka të pengon kështu njët në përgjithësi, Anton? Domethënë tek karakteri yt. Çka është një diçka që ti fort e urrejn? Qoftë si sportist, çfarë do qoftë? Po, një gjë... Nështë që të vjen pak edhe për kësaj anës sportive, që the je disiplinum, a përdin, që të pengon diçka? Një gjë që kam unë e brenga, dhe nështu normalisht, në shpirtin tim, zemrën tim është që
jemi djeg gjatë luftës, janë vra, janë masakru, janë dhunu, është djegë e tërë Kosova, po thuajse, kanë kalu 25 vite, apo tani 26 vite, bas përfundimit luftës, ne kemi harru që të gjitha, i kanë thënë, e që harron historinë, ndodhë me ju përsëri, për arsye se Edith Durham në librin e saj, Njëja Ballkanit i ka përshkru masakrat serbo-malazeze vitit 1890 dhe 1912, edhe libri Njëja Ballkanit i ka përshkru gjitha ato masakra që kanë bërë serbo-malazeze në përgjithësi në territorin shqiptare. Ka thënë këto po i hedhin liberun e që shqiptarët i kujtojnë mbas 100 vjete, se që kanë përjetu para 100 vjete, e ne mbas 100 vjete përjetuim të njëjtat. Dhe thotë, për 1800 diçka dhe 1912, 1999 ne mbas 100 vjete përjetuim njëjtat. Dhe thotë, njëjta masakra na u përsëritën. Unë po mendoj që do ishte mirë me u kthjellni si popull edhe si këmbë që njëjta gjëra mos na ndodhin 100 vite të ardhshëm. Kur ne do të jemi ndoshta në këtë botë, po do të janë tantë që mos t'i përsërisin njëjta gjëra. Po do më thonë Anton që nuk po di me rujt historinë, me kthjell, me ditë. Me kthjell edhe me punu. Me punu, me zell dhe për kushtim, me shërbja dhaut, për arsye se mund na ndodhin ato të na përsëritën siç e ka thënë Edith Durham. Domthon tjerë që po na shkruajnë historinë, na vetë që jena këtu që kena bo vetë historinë, nuk po di mas me rujt, as me kultivu, as me trashegu. Po marim asgjë nga ajo që fare kanë shkruar të tjerë, do të me marrim mësim nga ajo që fare shkruar para 100 vjetë, na kanë ndodhur mbas 100 vjetë njëjta gjë. Do thotë nuk kemi arritë me kuptu që tani duhet me kthjell, me këndell edhe me punu që 100 vjetë e ardhshëm mos na ndodhë njëjta gjë. Anton, cilën punë e kishe kry me forcë nëse s'to kish leju me kry kështu në mënyrë të rregullt? E kishe përdor opci fizike. Ta zom jetu prit në ranë, po pritet ton kran. Gjysën ishte një pan, gjysën edhe shkon dali pari. Ja, unë po mendoj që ne probleme kemi që ky problemi me madhurimi, të ne si popull, ne kemi problemat madhurimi. Një shqiptar Rogova ku ka thënë durim, ka thënë nuk ka durim, du të më qumë me luftu, du të më ngrit me luftu, nuk ka durim. Mirë, po kanë thënë durimi është një thënie që da thot durimi e hap lullin, apo e qel lullin, sepse ne mbjellim farën, po të mbjellim farën nesërme nuk e kemi lullin. Njëherë duhet me ujit veç me dalë sythi, e një kohë gjatë trungu, e pastaj me dalë fruti. Në thot duhet durim. Unë e po e shoh këtu shumë pa durushëm, për arsye se sa ndalem kolona, gjithmonë i bin buris, e dyta dikush e humb durimin edhe në vit plot e kalon. Derisa e kom pa në Sloveni, aksident trafiku, jemi ndalë kolon, askush i ka ra buris edhe askush nuk ka te kalu. Askush nuk e te kalu kolon në Sloveni, për shembull. Derisa te ne nuk ndodh një gjë e tillë. Me njëherë, po sa ndalesh kolon diku e sheh, o e dëgjon burin, ose dëgjon manevrimet e veturave me ik. Ne ngutemi e nuk punojnë fare. Ne nuk punojnë, si jemi Zvicran, Zvicrani ngutet me ik në punë, me ik në kohë. E ne ngutemi për punë, po nuk punojnë fare. Unë personalisht e pres autobusin tani 26 vite të rrethi Flamurit. Po thuajse 26 vite të rrethi Flamurit. Kur në jetën time ka ndodhur për 26 vite me më shku autobusi e me u vonune. Kur në jetën time 26 vite. 26 vite herë 220 ditë. Mundeni me paramendu sa ditë kam pritur në shijen borën ftat autobusin. Ndërsa prej akademisë për Prishtinë 2 apo 3 herë më ka shku autobusi, sepse kam qenë të punu dhe sekondin e fundit, kur e kam kthy kohën, e kam pa orën, kam thënë do të më shku mu ndru, jo më shku ndru, kur kam dalë në poligon trafikut, autobusi ka ikë për Prishtinë, më shku nga dalë, kam zbrit porti, kam më autobusit, kam ikë për Prishtinë, do thot apo kam marrë kambin në qytetit Vushtrisë. Ndërsa në punë, kur një tentimes ka ndodhur në e te ne është e kundër. Anton, a jem na kaq shumë punëtor apo jem dëvonum? Se është një farë fjallë thuhet që nuk ka punë të ngutshme, po ka njerëz dëvonum, se cila punë ka kohën e vet, po ti je vonu. E kam një farë përshtypje që gjithë jemi përngut, bre Anton? Pse jemi kaq përngut? Po është problemi që nuk del në kohë. Se unë e dal me kohë, për shkak unë e di që po ndodh një ditë dy, po pse jemi gjithmonë dyqysh? Nuk po flas për raste personale, po në përgjithësi jemi. Gjithmonë dalim.
Se kem qef me nej mushtri me pushu, e Dhe sekondin e fundit, po. Pastaj sekondin e fundit, ik. Pastaj vrol edhe krem të lashe vetes, komunikacionit dhe se cilit mandej rrezikon në përgjithësi. Unë banoj veternik, po sa herë dal unë me vetur, do thot 3, 4 apo 5 vetura më bëj me buri. Ata s'm lejon as me dal. Do thot unë dal e hedhi një çik veturën jashtë, a me buri ndal. Ona maj ndal, ona djathtë ndal, ona maj me buri. Kretë kon do të mund dal, se kretë unë gut me ikë në punë. Tash imagjinoti, ai vonohet edhe sprint. Ajo lagje është lagje ku është kufizimi shpejtësi 30 km/h. 2 polic shtrirë janë pranë shtëpisë, fluturojnë për ta. Do thotë që të gjithë nguten, ikin minutën e fundit. Unë dal 15 minuta më herët, 3 minuta i kam dhënë Prishtinë, unë dal 15 minuta më herët. Edhe 5 minuta apo 10 minuta e pres autobusin. Jo, unë e pres autobusin 10 apo 15 minuta, po nxitoj prej veternikut poshtë në sekondat e fundit. Jo, kur vënohem unë, zbres nga dalë në Prishtinë, parkoj veturën, hype autobusit qytetit edhe ikë për fushtri. Po nxitoj. Që është e fjala, pse tha shqiptarë, thënë, kur tha stojnë, tha, u vënova po miki autobusi. Autobusi si ka shkon kollë. Po dhe, kjo për që da po të. Atë kanë ndihmu, po të pysë mas pali, a je tip temperament? A je? Po, qmendem, kur s'kam funksionon diçka qmendem. Aha, se do shta me ditë pak të zonë me komunikacion? Jo, me komunikacion jo, komunikacion heq. Kolona 2 orë, unë hapi librin, lexoj, s'mërziten fare. Komunikacion jam vetëm unë në botë që lexoj. Kështarë ndalim kolon, kur shkojnë kufi, unë kam atë ushtrimorën, kalin e ushtrimeve, ndal jashtë, punoj pompa muskët barkut, për kulje pompa muskët barkut, hynë vetur, lexoj. Kur mërziten, pastaj dal përsëri në ushtrime. 3 orë, 4, 5 në për kufi, unë se kam problem. Krejt ata të shmendën në kufi, të prit katë kështu, se s'din çfarë me vetë. Po du me lidh sportin me këto? Durimin. Te durimi, për shembull. Sportin. Sa të bën sportin me qenë më i qetë? A të bën sportin me qenë më i qetë? A ndikon te kjo pjesa? Patjetër. Se për me arrit një rezultati duhet durim, punë, vullnet, për kushtim, flim, djers, mund. Për me arrit një rezultate, do të thotë dete medalja duhet shumë me punu. Kur nuk je sportist, atëherë edhe durimi nuk e ke aq sa duhet. Po mirë tash te kjo. A ma vështirë për ty është me marrë një medalje, a me gjetë një parking në Prishtinë? Cilën e bëm ma përpara? Po, jo nuk e kam problem çështjen e parkingut, se disa po ankon që unë po flas të drejtën tani edhe unë po jetoj këtu tani 25 vite apo 26 vite, njerëz po ankon për parking, unë nuk po ankon për parking, për arsye se parking ke sa dush, pa ta s'dëshoj me pagu. Çështja e pagesës. Nuk është çështja e parkingut, parking ka, pa s'dëshoj me vendos veturën parking me pagu. Se të është problemi. Problemi nuk ka se po them Prishtina nuk ka parkingje. Prishtina ka parkingje të mjaftueshme, po problemi që qytetarët dëshirojnë me vendos veturën parking me pagu. Sepse parkingjet janë një çik shtrejta, do thotë parkingjet e qytetit janë të arsyeshëm, parkingjet tjera janë shtrejta. Për shembull, e ke 2 euro, 2 euro është pa problem edhe. Po, rreth 10 minuta ose rreth 2 orë ke 2 euro. A mendon që kjo puna e disiplinës, çti durimit, po humb si vlerë në përgjithësi? A kemi hala? Ose a duhet me kultivu, ose çka ju kështë thonë aty në vllaz që janë nervozë që janë për ngut gjithë? Çfarë këshille ju kështë thonë? Pe parojës tonë? Po, atyne asgjë, policia po jep këshillat më të mira. Po nxitojmë, po i shkon paten shoferi, po presin 6 muaj, pastaj po mësojnë durimin. Po me të vërtet, pastaj po mësojnë durimin, se po te kalojnë vit plot, po hynë dritë kuqe, pastaj po duhet disi me mësua durimin, se durimi nuk mësohet nëse s'ke, ato duhet me mësu durimin. Po, pse po duhet gjithmonë, po flasë në shumë të në raste, veç në dëshkimi me disiplinu. A nuk duhet me uvedisu vetë? Që po ta jap një shembull. Ka qenë një periudhë kur në Facebook kam publiku shpesh këto karrocat e maketeve. I lanë parking të vetura në fund atje. Nuk e vjen se merr mundi kërkush me sjell te parkingu i aty në karroca, ku është një kulturë minimale që duhet me e bë. Madje ndodhi një herë që i makshilon prapa veturës. Po kishku e ke godit. Jo, nuk dash me hek vetë me çu kolicën karrocën që ajo kish lënë, si është imja. Edhe për me pas mundësinë me datë për parkingut. Edhe kur postova në Facebook, krejt shumica shkyshin, po duhet me e bo si ko jashtë mja vendos monedat aty, për me këthy në vend, edhe pse duhet me detyru ty me atë monedë, sa do qofta e 50 ose 1 euro, ose 2 euro për me këthy ti. A s'ka mundësi vetë
me qatë vedije tonë që duhet ne kultivu, ose të semaforat e vrej. Më falë, nuk presin semaforat e ky semafore ansor, apo di që është, s'pas ka vetur, din. Shaja e kuqe që s'ma më dalë. Pa ato e kanë vendosë për njerëz. Adin? Mos më përplas me veturën. Mos më përplas, po s'ka dita ka vetura, s'ka. Unë mendoj, Anton, që për i gjonave të vogla krijohet shprehja e vërtet, e madhja. Apo kupton? Se ti kur korruptosh me 1 euro, korruptosh edhe me 10.000, edhe me 10 milion. Adin? Çto po do me diskutu që ke puna e disiplinës, e shprehjes, e durimit, çka do të më bëj për më eduku? Ajo është çështje kulture, sepse nëse unë marr karrocën, edhe po e zëmi vendosi Slovaki 50 cent. Po. Unë mund ta lë karrocën me 50 cent. Mund ta lë karrocën me 50 cent, më impun qa shumë. Mund ta lë, po nuk është sjellje me lën karrocën, mu përplas dikush. Po, se dikush shkon me vetur, lëviz, përplaset, majtas, djatas apo para, po çfarë do qoftë. Po ajo është çështje e kulturës. E merr karrocën edhe shkon e kthen karrocën ku e ke marr. Edhe vendos brenda aty, e lidh brenda me fryera, me përplas për vetur, ku do qoftë. Anton, a ka diçka që s'mu ka kujtu me të pyet? Do që po do me nda? Nuk di unë, jam disponim, jo, mund parashtroni pyetje sa doni. Pa dash me zgjatë shumë, të mundu ty ma shumë, se dash zotë se kemi intervistën e parë edhe të fundit, po do shqimi. Disponim çdo herë. Do të flasim. Faleminderit shumë që ke zgjedh Original Show me tregu këso gjona origjinale. Faleminderit shumë, më ke nderu. Faleminderit edhe për ju për ftesën, çdo herë jemi gati për ju. Faleminderit. Dashur shikues, ishe me Anton Cenën, një njeri shumë i veçantë, i xhodist, i suksesshëm edhe në punën si xhodist, edhe kur të shihni policin, dini se është brum pidurve ti kanë dalë. Jo, të aty në policëve që devijojnë, dijet, se ata kanë deviju me shifën e vetë, ju me izën e akademisë. Faleminderit, shëndet, mirupafshim.